Rama dhe mirë se vini në debatet për zgjedhjet e jashtëzakonshme 2026. Si që do rendi edhe në këto debate, kemi ftu me marrë pjesë të gjitha partitë garuse nga komuniteti shqiptar. Mirë po, që në fillim partitë parlamentare, VV-ja, PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja, na ka njoftu që nuk pranojnë me hyrë debat me përfaqësues të PSD-s. Sipas rregullave, ne duhet t'i ofrojmë edhe PSD-s edhe partive të tjera që aktualisht nuk janë në parlament hapësirë për të paraqit platformën e tyre në termin të njëjtë. Prandaj, si redaksi, ju kemi ofruar edhe PSD-s, por edhe partive tjera shqiptare që në të njëjtin termin të kenë hapësirën e tyre për prezantimin individual të platformës politike. Tash përshkojmë me temën e diskutimit të debatit të sëntëm me këto partitë parlamentare, e që është energjia, dhe përfaqësuesit që i kanë dërguar në këtë debat për të diskutuar për temën e energjisë janë Viktor Buzhala nga Vetëvendosja, Lorik Maxhuni nga PDK-ja, Avni Arifi nga AK-ja, edhe Janina Ymeri nga LDK-ja. Para se të fillojmë me i cek rregullat e debatit, përfaqësuesit e partive kanë mundësi nga 2 minuta për me paraqit platformën e tyre politike edhe 30 sekonda për të kërku replik me njëri tjetrin. Duhet me cek që edhe në këtë replik, gjuha e urrejtjes është e patolerueshme në debat për një dhe nëse ka ofendime apo gjuhë të urrejtjes, ne do t'i largojmë këto nga transmetimi. Tash tema e parë, cila është platforma e partive politike për energji, po e fillojmë me juve, zotni Buzhala, 2 minutat e juaj. Pa diskutim që duhet të ketë njësi të reja gjeneruse. Do me thonë, mirë po, aktualisht për të qenë me fleksibil, për të arritur që të kemi energji të mjaftueshme për të furnizuar qytetarët e vendit dhe të mos varmi nga importi, Lëvizja Vetëvendosje veç e ka fillu realisht përmes Keku, se Keku është kompanie e pavarur në këtë rast, mirë po veç ka fillu rehabilitimi i njësive gjeneruse të Tërmzdarit Kosova B, tash njëri blok vetëm është në rehabilitim e sipër, njëri është rehabilitu vitin e kalum ku ju ka shndru turbina, ndërsa vitin e ardhshëm do shkojë në riparim general, dhe Kosova B do të ketë dikon 20% plus kapacitete, do më thonë i shtohen kapacitetet shkon në prag, do më thonë shkon në kapacitetet fillestare që i ka pas kur është shku në funksion përkatësisht në vitet 83-84, dhe do t'i shtohet edhe gjatësia dikun për 20 vite. Pastaj, paralelisht me këtë, ka fillu edhe procesi i rehabilitimit të thellë apo revitalizimit të njësive gjeneruse të Kosovës A, përkatësisht është në proces të tenderimit njësia A3, pastaj do të fillohet në njësinë A4 dhe A5, dhe të gjitha këto, kur të rehabilitohen, dhe më thonë, do të kenë një shtim prej dikun plus 60% të kapacitetit neto të prodhimit. Lëvizja Vetëvendosje është në shqyrtim e sipër edhe të gasifikimit të Çmyrit. Dhe më thonë, do të ndërtohet një fabrik e gasifikimit. Ka ekzistuar më herët në ambientet e Kekut atje, mirë po është mbyllur për shkak të ndotjes së madhe që ka gjeneruar, por me teknologjitë moderne do të jetë ndryshe dhe nga ai kapacitet, pastaj nga ai gas do të ndërtohet edhe një termocentral nga gasi, i cili do të jetë shtys në këtë. Ndërsa janë në implementim e sipër edhe projektet e energjisë së rinovueshme, energjisë së pastërt, do më thonë përflasim e energji nga ERA, që do t'jenë dikun në total 305 MW dhe të energjisë solare, që janë plus 250 MW, disa tashme janë veç në funksion. Faleminderit, do t'kish rast në pjesë tjera me u përgjigj, tash koha jote zotni Maxhuni, 2 minuta për energji. Po, Kosova sot nuk ka krizë ideologjike, sot konsiderojmë që Kosova ka krizë kapacitetesh, krizë institucionale, cilën po paguan qytetarit me rritjen e çmimit të energjisë. E dëgjova me shumë vëmendje përfaqësuesin e Lëvizjes Vetëvendosje derisa deklaroi se Kosova ka nevojë për kapacitete të reja prodhuese, saktësisht kjo është ajo që Partia Demokratike ka proklamuar edhe në vitet e kaluara, gjithashtu e kemi si pjesë të programit Kosovën e re me 500 MW energji elektrike, kemi minierën e re për cila do të ketë gjatësi 40 vite, gjithashtu është edhe modernizimi i Kosovës B për 25 vite. Është shumë interesante me dëgju pikërisht ata që kanë kundërshtuar kapacitetet e reja të krijohen në Kosovë në mënyrë që energji të ketë mjaftueshme, për shkak që sot ne dimë që kapacitetet ekzistuese të Kosovës janë rreth 900 MW dhe ka pas mundësi
të shtohen 500 MW, që do të bënte gjithsesi në 1400 MW, të cilat sot konsumohen në pikun e energjisë elektrike kur është fluksi më i madh i qytetarëve. Ne e dimë që Lëvizja Vetëvendosje e ka kundërshtuar bashkërisht me shoqërinë civile Termocentralin Kosova Re, i cili ka qenë duke në fazat e iniciimit të procedura për të ndërtu. Mendojmë që kjo është një dëm i parikuperueshëm i qytetarëve, të cilët e kanë paguar me faturën e shtrejtuar, dhe në fund ditës kemi pasur situatë ku qytetarët nuk e kanë ditur se duhet me ndezë dritën apo duhet me shku me ble bukën dhe me pagu faturën. Problemi nuk është energjia, problemi është drejtimi i vendit, por ne besojmë se në errësirë nuk janë vetëm qytetarët dhe nuk është vetëm energjia, por ne konsiderojmë se në errësirë është transparenca, është llogaridhënia dhe vizioni për Kosovën energjetike, e cila e kalon kapacitetet prodhuese të cilat ne i kemi momentalisht në Kosovë. Konsiderojmë se nuk është koha edhe në momentet të diskutojmë realisht debatin për energji, por është realisht koha të diskutojmë për dinjitet, për shkak të qytetarëve, jo është cenu dinjitetin në mënyrën kur këta nuk kanë arritur me shtu kapacitete të reja dhe kanë bërë dekarbonizim pas zëvendësim, dhe në këtë mënyrë kjo është arsyeja sepse sot ne pagujmë më shtrejt edhe sistemi nuk është stabil. Faleminderit, zonja Ymeri, koha juaj për strategjinë e energjisë për 4 vitet e ardhshme. E para për strategjinë në lidhje me energji është organizimi i importit në baza vjetore, për shkak që kena me pas patjetër nevojë për import, derisa të bëhen kapacitetet të reja ose burime të rëpërtishme ose të llojit nacional nga thëngjilli. Pra do të me diskutu, kur e tham në nivel kombëtar do të jetë edhe në baza vjetore, ashtu që me konë transparent si proces, edhe më konë edhe aleancë mes dy shteteve, cila do që t'jenë ato, edhe dim origjinën e energjisë. Termocentrali me qenë se është të punu shumë pak tash, të gjitha bloqet, A3, A4, A5, do të me pas një studim vizibiliteti me kështu cila prej tyne edhe aktualisht mundet me u përmirësu, përderisa tash porin në tendem me negociata pas studim vizibiliteti, na dojnë me shku punës si duhet, njerë me pas se çka mundet me u përmirësu, çka jo, rritja e burimeve të ripërtërshme, edhe çka është më rëndësishme në kuadrin lokal, është auditimi i investimeve nga KEC, edhe zvoglimi i humbjeve, si dhe mosdhënia e energjisë së kekut për humbjet në KEC. Pra lirimi i kekut edhe ndarja mundshme e më vëndshme në kuadrin ligjor sa kena mundësi për me nda kek prej KEC. Faleminderit, a vnej plani AK-s për energji? Besoj që kur është në pyetje energji, Aleanca ka identitet në Kosovë më shumti. 2 herë ka qenë qeveri, 2 herë ka pru 2 projekte më të mëdha për kapacitete energjetike, dhe 2 herat në mënyrën më të pa skrupull të janë anulu, të mendu që për godisin Aleancën e kanë godit Kosovën. Mas pari, Kosovën e ka beku Perënia me 14 miliard ton thëngjell. Kosova mundet jetë ka mujt me qenë superfuqi rajonale për energji. Kanë ardhë Lëvizja Vetëvendosje, e kanë shkatru Counter Global. Edhe janë krenu me atë punë që e kemi demolu projektin. Në fakt, koha kaloj, qërgjët shkuën e po që e kanë të demolu qytetarën e Kosovës dhe gjepin e tina. 3 herë është rritë rryma, sikur kur është një projekt që me paftësu Kosovën me prodhu rrymë, e me dalë krejt në industri të blerjes, sepse biznes i mirë, industria blerjes së energjisë, njerëz të pushtetit po lidhen me kompani familjar për me blerë rrymë me shqitë se është bo industria. Në fakt, është industria vetme që ka lullzu. Megjithatë, remontet që i përmendi zoti Buzhalla 2017-ës janë mo nga Aleanca kur kom pushtetin planifiku 2018-ën dhe ato janë vonë me vones një vjetë, po ashtu Aleanca në qeveri e ka se me Ramushin kryeministër e kemi nxirr 76 milion e 400.000 për me i vendos filterat. Ato e në vendosë në 2018 në kam pasë rol, ato se në momentin e fundit e kam zonë agendën e IPAS për me se u deshke në nshkrimi i Kadri Veselit, kryetarit parlamentit, për me shtinë në agendë Kosovën. E kemi marrë 76 milion e 400.000 për me i vendosë filterat. Në janar të, që kjo është dokumenti zyrtar, në janar të vitit 2020 ka pas dalë edhe në faqet Bashkimit Evropian. Një blok ka pas me u vendosë filterat në 2020-ën, tjetër blok 2021-ën, nuk është bëhë kur deri tash. Dhe tash përbojnë sepse BE-ja ju ka thonë që po tani me bu me qëto pare. Po në këtë kohë, është një marrëveshje atë, koha i në rritë çmimet, a muj me kompenzu pastaj? Munësh, ke mundësi për replik, vetëm me siguri po kërkon replik, mandata e Po, vetë se tregimi nuk e përfundova. E di që nuk e përfundove, po koha është i limitume, a vneta fjalë mandej.
Sa i përket Kosovës së re, Kosova e re duhet ta sqarojmë nuk ka pasur ta zaventësoj importin. Kosova e re është dizajnuar në atë mënyrë që të zaventësoj kapacitetet aktuale të energjisë elektrike dhe kjo nënkuptonte që çmimi i energjisë, cilin edhe sot merret 29.5 përkatësisht 33 euro për megavat, do të kthente në 85 euro, që nënkupton gati 3 fishim të çmimit, pra diku 4 milion megavat në vit do të bleheshin me atë çmim. Dhe kjo është arsyeja kryesore pse është kundërshtuar dhe është bërë mirë që është kundërshtuar, pasi që kosto do të jetë shumë marramendse. Kthimi i investimit ishte para parë dikon të bëj për 6 vjet që është abnormale, plot çështje, plot skandale. Një argument, mandej po shkojmë te tjetri, urna 30 sekonda tu. Kjo është hajgare. 80 euro që ka pas çmimi maksimal me sen. Kosova, po në 2016, 2018, në 2000 po flasëm, ai ka pas më kry në 2025. Në 2025 Kosova ka ble 600 euro, 800 euro, edhe ka ble nga dur ton pedin ku, nga qendra regionale që e kontrollon në Rymën në krye me Vukhamovicin, i cili në 2017 po se kështë përfundu një termocentral dhe ai kishte nevojë për me plasu me një treg, e cili është ai treg, tregu i Kosovës, sepse në Kosovë ka politikan që nuk lejojnë më ndërtu Kosova e re dhe blejnë Rymë prej Vukhamovicit. Sharova shumë qartë, do të thonë nuk bëhet fjalë për mbolim të çmimeve të importit, por bëhet fjalë për mbolim të kapaciteteve aktuale, të cilat vazhdojnë me prodhu me 30 euro, me shit me 30 euro për megavat. Do të thonë nuk ka të bëjë me çmimet të importit në këtë rast. Na mundna mi miksu sa dojmë, po bëhet fjalë për kapacitete të cilat do të zaventësonin kapacitetet aktuale. Kjo është skandaloze, sepse do të trefishojë çmimi i energjisë elektrike. Do të thonë dikon një përqindje shumë e vogël e energjisë vazhdon të importohet. Fjala e Janinës Vishpak. Fjala e Janinës, pastaj Lorikut, urna. Nuk ki nevoj me bërtit. 141 euro çmimi i realizum i importit t'i flet për 80 euro. 259 milion euro ke pas import të Rymës në Dogon. Aje shumë e padishme, pse mikson importin me kapacitetin vendor. Unë po thëmë sa jetu e importu, sa jena të e pagu. Ju ti përzit qëllim shumë garat me molla, jo. Qëllim shumë e një ka i përzini. Do me thonë, po flasim për çmimin që e blen prej Kekut, qatë kapacitet ka pas me e zavendësu termocentrali Kosova e re. 400 megawatet e parë kanë pas mu ble prej Kosovës re. Ti mund është me forë që ka thonë partia, me forë po s'ka realiteti, është 141 euro. Realiteti është qaj, për që s'din ti mi dalu çmimet e importit prej çmimeve vendore, unë s'kam faqin. Viktor, lele ta përfundon, mandej e ki fjallin. 30 sekundat e tu, Janin, deri në fund. As Kosova e re, as një burim tjetër nuk e ka pas qëtë çmim 141 euro pik 67 cent, kur në HUPEX ka shku 108 euro për megawatt. Pra najna të ble shumë ma shumë se sa që jo paramendu me gjdo burim tripërtryshëm, me kapacitet nacional të ngjillit, për shkak që olon Kosova në çmim tregtije pazar ditor të importit prej qeverijës. Ka të ki që thu 80 euro, 50 euro. Çka të folsh? Për çmim, del veç ma keq. Koha jetë. Do më thonë në prapë, po duhet me sharu, shqip. Do më thonë, bëhat fjalë, është ka pas, do më thonë, ka pas, mos mu marë energjia prej Kosovës A dhe prej Kosovës B, po energjia ka pas mu marë prej Kosovës C re. Pjesën matë madhe të kohës, do më thonë, nuk ka nevoj për import fare. Importi zakonisht bëhet gjatë dimrit edhe në orët e pikut. Ndërsa na kena pas me marrë çmimin 85 euro për megawatt blanko gjatë krejt kohës, cilin shumicën e kohës pra t'ja merr sot 30 euro për megawatt. Kjo do të thonë është skandaloze. Pa kavne Loriku po pret skandaloze. Sinqerisht është qetësues fakti. Unë kam prit që këta kanë me dalë me kërku falje për gabimin tragjik që i kanë bërë Kosovës. Qytetari po e vuni pa aftësi tyne. Unë e kuptoj që këta kanë bërë kalkulime puro politike, kur ja pa të shplaz një kamion që mërë Ministrit e Ekonomisë Bliran Stavilecit para Ministrisë. E kuptoj sepse keni qenë opozit, po momentin kur e keni marrë pushtetin në 2019, ju e keni shput marrëveshjen, i keni paguar 20 milion euro dëm për qeverisë Kosovës, duke thonë që kjo është dëmi minimal prej asaj që ka pas. Nuk i keni zëvendësuar kapacitetet. I nderuam, sinqerisht, me gabush normale jemi njerëz. Kërkojmë falje mirë, po Kosova e re ka pasur prodhu 500 megawatt. Koha jote ka kalul, Viktor. Shiko, mas pari, do më thonë,
PDK-ja është ajo që duhet kërkoj falje, pasi që i ka përzon kompanitë gjigante evropiane dhe globale për rastin e Kosovës C. Më thonë projektin e Aleancës. Fakt është ajo është e pranueshme, domethënë. Ne kemi sjellë investitor, ne kemi sjellë investitor që kanë pasur financim të bankës botërore që nuk e keni pranuar. Ka zhyt në kolaps energjetik bashkë me LDK. Bashkë keni qenë atëherë në koalicion. Unë kam një problem. Bashkë kur e keni dështuar 1000 megawatt plus 1000 bashkë i ki pas zëtu me 4 miliard euro investime. 4 miliard euro investime i ki pas edhe keni dështuat projekt edhe sot kam një problem. Edhe a dikush ka shit në rrymë që atëherën në Kosovë. Pjesën më të madhe të rrymës a dikush e ka shit. Vuk Hamović, edhe Damir Fazlić. Veç pak. Kjo është atëherë. Edhe sot monore ju më agjuri dikujt na Vuk Hamović. Kjo është licenca që zura rregullatorit në kohën 2003-ën, edhe jeni përkujdes 2008-ën. Kto është dëshmia e vërtetë? Ta boj me ren, koha e avnis. Lëvizja vetëndosje ka pru Vuk Hamović. Jo, se ka pru lëvizja vetëndosje, edhe prej 2003-ës së von knej. E ka pru LDK-ja me PDK. E ka pru LDK-ja me PDK. Është deputati Guxas, kandidat apo lizë Jo, vetëndosje? unë kandidat i lëvizjes. Okej, ta sugjeroj me shkullët për SHDK-ja Zef Marinës edhe kompleton kështu koleksionin. Nuk e kërë zemër. E kam 30 sekonda. Para s'm ka dhon hapësira, po. Edhe kështu që mundesh me shku atje me komplet koleksione për parti politike se disa parti nuk pranojmë asnjëherë. Asnjë konotacion. A dolëm të energjia edhe E kam 30 sekonda. Sharon, Avniu, koha jote. E kam 30 sekonda. Kështu, sa një më absurd është me thonë se o dasht gjithçysh ata 450 megawatt me amar, sepse Kosovë nuk ka as verës, as dimnit, nevoja që janë veç 450 megawatt, po nevojat janë tash edhe verës janë për mbi 700. Plus, nëse ne edhe kishim me marë për i tyne me të dhejt, me qëto qmime, kishim mujtë veç me bo pare ma shumë se kishim shqit ma shumë. Po, o njerës, hajde flasëm temel. Personalisht, politikisht, besoj që nëse ka pas Serbia suksesin më të madh, e ka pas se ka parandalu Kosovën me fitu pavarësinë energjetike. Qysh e ka parandalu në 2008 dhe në 2019. Shumë njerëz e kanë bërë për shkak të bindjeve që janë kundër karbonit, por që ka qenë një strategji për me sakatu Kosovën, e me leon terë, qysh është në terë, ka ndodhë. Koha, falë, 30 sekunda kanë kalu. Viktor. Do më thonë, termocentralet, kapacitetet e reja energjetike nuk janë ndërtu mbi 20 vjetë. Po flasim, do më thonë, momentumi është hup në 2008-ën, kur i kena përgjon Enelin, RVN, ENBV-n, do më thonë, përzon kapacitetet e reja, ne paturis nuk e bo, po jo, heq nuk e keni, as që e keni nisë, as që e keni marrë me këtë temë, po e keni kuptu mos i ndërhy, e ke fjallin masi që ta kryt. Do më thonë, për flasim për kompani gjigante botërore, cilat janë përgjon, edhe nata shtethojmë, jo lëviza vetëvendosje. Lëviza vetëvendosje ja ka pështu Kosovës disa miliard euro me atë rast, pasi që kontrata është bo mrapsht, kontrata është bo gabim. Se sharak, se tash e bojnë që shduhet. Këtë kompani që për i përmen Aleanca i ka prunë për shtetë e para. Aksion ka më heq. Edhe dyta më thamë, 1 miliard euro e importërujme. Kjo logjika që na ka kushtue, që na kish kushtue që të shbo kontori, është hajgare. Ne kemi sakatu, Kosova ka sakatu qytetarën e vetë që e kanë anullu kontur global. 500 megawata nuk i kemë, edhe muj me thonë me përgjësit plot që kur Kosova nuk ka me pas pavarësi energjetike për derisa nuk e bën termocentralin e ri, e në këtë parim qëndrën edhe oferta e Aleancës për anullimin e Kosovës. Janina? Sa për se qysh është rreziku sektorin energjetik mas pari në 2020-ën jeta është ma pavarësia energjetike. Në 2020-ën dhjetor nuk ka pas pavarësia energjetike rrugë tregtare të energjisë elektrike për Kosovë. Janë pavarësia energjetike, vinë këta. Instalojnë ankerat të tëne. Martin Berishaj, Nagib Krasniqin, edhe këto, se 2016 shkon konferencë që sponsorizohet për HSS dhe për Genis Albin Kurti. Këta i ka njoftë shumë mirë. Veç që ku ka ardhë, ja ka këthysh problemin tani, gjithë që është genit, edhe këtyne tjera me 1 miliard euro energji. Për momentin që po flasim tani jeta, gjysën e japim energji, e prodhojmë, gjysën e importojmë. Kaq është rreziku për momentin. Viktor? E importit. Mas pari, na mujna mi mledh ka shkrejt importin që ka ndohë prej mas lufte dhe i sot, mirë po kjo nuk e paraqet realitetin. 200 milion euro aktualisht, dikon janë 2.5-2.7% e importeve totale që Kosova i banë. Dhe me thonë, bashkë me zhvillimin,
rritet edhe kërkesa për energji. Do me thonë, ka shumë import Kosova, ç'to do me thonë? Kosova, do me thonë, se i ka 200 milion, nuk është në shifrë e madhe se na importojnë adikun 1.2-1.3 miliard euro naft. Po të rihen arritët faturat për këtë? Naft që është energji, prapë është energji. Fatura është rritë në 2008-2012, sa kam qenë në Zëdhen së kek, o rritë një 3 herë. 3 herë e keni rritë faturën. E po ara, dhe me thonë, ka të vaj me ndryshim të sistemit. 200 milion euro po thunë nuk janë shumë. Që janë konë 2017 edhe kanë janë konë të kolapsit. Koha jote, Lorik, 30 sekonda pitash. Shumë po pajtona me ta. E kanë ndryshu komplet sistemin. E kanë bloku Kosovën e re, Kosova ka nevojë për energji, ka subvencionu gabim, e kanë rrit konsumin, për me rrit importin e energjisë elektrike. I kemi po me licenca vite 2021, kuja kanë dhonë Vuk Hamovicit, që ka ble energji elektrike. Të kom dëgju të thonë që nuk po vjen energjia prej Serbisë. Burimi energjisë prej Serbisë, po është njëjtë kjo punë. Sikur me unisën prej Austrisë me vendosë se ka me shku. Po prej Austrisë po nisna për morën Kosovë. Edhe një diçka tjetër. Jo, dëgja. E ka pru kërëjën e konë për shtet. Dëgja. Do e kemi po se ka posë edhe afera korruptive në televizionet e media tona e kemi publiku, madje kemi posë edhe arrestim të drejtorit kekut për afera që ka ndodhur kek, po nuk po duam janë për të kursej pak se drejtësisat. Një ndërto është edhe holding slovenske elektrane. Koha avnio 30 sekonda. Do të me ditë një gjë. Kosova ka qenë pavarësinë energjetike qyshet a Janina e ka fitu zyrtarisht tek vitin 2020. Ne kem qenë pjesë e blokut energjetik të Serbisë. Dhe shumë kontrata që janë bërë, sidomos 2003-2000 se ka vetë kërkush Kosovën, sepse ata e kanë kontrollu sistemin. Ne jemi pavarësu në procesi dialogut, në cilin një pjesë edhe unë e ku më dheq nga marrëveshja dialogut dhe ka qenë çështja interkoneksionit me Shqipërinë që qeveria Haradina e ka shty, plus i kemi dy aspekte. Mas pari ne kemi bërë certifikimin ndërkombëtar të kostit në çatë periudhë kohore dhe njëkohësisht e kemi bërë finalizimin e marrëveshjes me Shqipërinë me pas treg përbashkët. Pas 2018-2019 Kosova ka fitu pavarësinë energjetike dhe çka është interesante, këtu po kthejmë në ato çka tha Janina. Në vend se kur e kemi fitu pavarësinë energjetike, ne me përcaktu se me kënd bëjmë tregti, që atëherë kemi përfunduar në duart të Vuk Hamovicit. Vuk Hamovicit se ka pru as 1 megawatt prej 2021 deri sot. Direkt jo. Kjo punë është sikur munis prej Austrisë me Kosovë, pavarësitë e para. A di më kena bler rrymë. Kena bler rrymë prej Vuk Hamovicit, e kena festu pavarësinë me rrymën që e kena bler prej Vuk Hamovicit, dhe unë ja dëshmoj kur dëni këta, me fakte. Me fakte. A di kush mohon pushtet në atku? Me DK-ja edhe LDK-ja. Edhe ju e konsolit i kanë që e pas ka pru Vuk Hamovicin tu. Komunikimet të WhatsAppit, e kemi po që me komunikimet të WhatsAppit dhe jona mi hoj lej kërkën ergysit Shqipnisë për me bler rrymë dhe mos me nalë rrymën për shembull ditën e diell. Ju e keni pru Vuk Hamovicin. Kush është Noa? A është interesant? Edhe Noa është e lidhën direkt e kemi po një kompani cila nuk e ka asnjë punëtor në Kosovë dhe qarkullon miliona dollar të rrymës. Rrujse për del Noa lidhë me mëna familje të rëndësishme në PDK. S'ka lidhë. Se kema problema. Po ju jeni pushtet. Do gazetarë që u luteshin të sane i thirshin të familje të rëndësishme të PDK. Por thuje, kur do që është, se kema problem. Ja përshë që deni më shumë bësfoni ose i keni ja pazare tjera. Se dëmtojt interesi Kosovës kur nuk pajtona. Pazare ka LDK-ja pazare. Del bashkëshortja e Lumira Abdigjikut del me kompani për tregtim të energjisë, del Lutfi Aziri i lidhur me kompani lidhje familjare me kompani për tregtim të energjisë, del Doar Sakica, bashkëshorti Doar Sakicës me kompani për tregtim të energjisë, edhe kjo akuzon ne. Veç atë industria keni zhvilluar. Kompani e ka unë. Cilën kompani e ka dikush? Shumica prej tyre e kanë mohu këtë lidhje, po ta fjalën më na kallëzua kanë. Atë e thonë në RBK. Veç lutna për lidhje me Vuk Hamovicin. E kena pas mo djetë kjo historia që kemi dërgu edhe në Vjenë edhe në Ljubljan dosjen, zërëja s'ka pas qare pa e bojtim, ne o tash ka në konfirmim, që me të vërtet ka pas manipulim çmimit, me të vërtet është manipulu kufiri Kosovë Mali Zi, e që aty nëse ka o e ki edhe Vuk Hamovicin. Këto që ka më thut të Viktor, më falë, nëse e këshyrë, çdo ditë, i shumicën e ditëve jeta, ka vjen rryma 2 vene i hi, Bosnën edhe Greqi, nuk ka tjetër, fizikisht nuk ka energji elektrike që mundet me na pru as Maqedonia, as Shqipnia, as vene tjera. Çka e keni boju perdën me Alpexin që sini të e përdorë se kiti ndushku kontrata bilaterale, edhe që kitë si po e mbulan ka gjamirë këtë punë, edhe ju për më sheni sy se për ju konvenën, me Noan, e që e hëngër me këtë punë akuzën me mund fakt, edhe Nagib Krasniqi,
ka qenë perde e Vuk Hamovicit edhe Kejt Mafisë Energjetike mbrapa, se NOA nuk ka mundësi me pru energji se s'ka prodhim. Të lartë të kesi din sakt, dhe me thonë, lidhet tregtare të individëve të ndryshëm, i kanë kompanit edhe përshije, dhe me thonë që i din sakt, për ndryshe për çështjen e NOA se për kapacitetet ndërkufitare, vetë vendosja e qeveria Kosovës i ka inicuar ato hetime, edhe në Parlament Kosovës, i ka inicuar, edhe normal që është shumë interesu me musbart komplet kush qëndrën dhe si qëndrën prapa asaj të konfirmume, se sa për juve i nakon edhe qëta shtu pagu 1.000 euro megavatin, e këshim pagu. 800 euro ka shku megavatin. Normal nuk është. Du me dollë të një tem që ka ngrit shumë biznesin këtë studio të burimeve 3x3-shme. Kosova po bën pengesa të mdhaja byrokratike për investitor në burime 3x3-shme. Në 2 minutat e arshëm po du me ditë sa megawatt shtes kanë me ishtu secila prej partive në prodhim të energjisë prej 3x3-shmeve dhe qysh kanë me hek byrokrasinë për cilën po ankohen të gjithë investitorit në këtë fushë. Pra ata nuk po kërkojnë subvencione, ata po kërkojnë heqjet byrokracisë. Po fillojmë prej anës tjetër kësaj radhe, pyetje Lërek mas pari. Sot do të mja bo një pyetje kësaj qeverisë sepse investimet në energjinë e përtërshme janë bloku. Sot do të me kalu në për 6-7 institucione, pa fate, pa siguri, për me marrë një leje. Aktualisht thuhet që janë dikon 3.000 projekte energjetike në pritje. Janë për 1.500 hektar tokë publike të blokume për këtë çështje. Kjo nuk është as mbrojtje e mjedisit, as ndimes në energji, po kjo është veç një paralizë e shtetit që këta e kanë bërë. Qysh po premtoni me ndresh? Ne kemi me ulumtu, kemi me analizu, edhe kemi me fillu me lëshimin e lejeve për energji të ripërtërshme në mënyrë që të rriten megawatt e prodhume në Kosovë dhe që në mos ketë nevojë për me importu për që me kapacitetet vendase për shkak që thash që në Kosovë ka dhe diell, ka dhe dije, po ka dhe të paaft që po na qeverisën aktualisht. Ne besojmë që Partia Demokratike e ka planin më të mirë për energji, ku kemi me rrit megawatt duke dhënë lejet për energji të ripërtërshme për energji solare. Ka shumë kompani që po presin. A ka ndaj përqindje që deri në fund mandatit po e premtoni sa megawatt, sa përqindje të ta ndroni këtë inkuadrimin? Unë nuk jam marakli statistikave, kështu që nuk kisha dashur me dhënë. Janina. E kemi thonë edhe herës kalume me 28 për zgjedhjet e 28 dhjetorit, meqenëse se s'ka ndryshu gjë fare në këtë punë. Me 30% mendojmë për shkak të hidrocentralet edhe me sipas strategjisë janë ndalë për hir të edhe qeverisjes korporative edhe shtetësisë nuk është mirë me ndryshu gjithmonë krejt strategjit, meqenëse është pa që hidrocentralet nuk janë të mjaftueshme, ata shkojnë me centrale të erës edhe me centrale solare për byrokraci, task force do të me pas, ose mrena ZKM-s, ose mrena Ministrisë e Ekonomisë. Unë jam për Ministrinë në Ekonomi, me i pas krejt që aty, edhe komunat, se problemi është edhe të komuna, të leja e komuna, këto e kanë përzi me agjensionin pujor, me komuna, KEC, KESCO, ZRE-a, këto komplet do të më konë me një vend, task force se cila me dërgu sidomos kur bëhet fjallë për investimet e mdhaja, se nuk ka ko me prit investitori dhe sa të bomi na me anë dokumentat për Ministrisë Ambientit në ZRE dhe tutje. Pra, të gjitha në një vend. Faleminderit. Avni? Spori energjia është siguri mbi gjitha. Do të thonë përveç që është jetë qytetare, nuk ka investime të huaja. Harrejt që ka me pas investitor të jashtë përderisa se kitë stabilizuar energjinë përderisa s'kitë. Dhe s'mund shmitar njerëzve hajde investon në Kosovë. Pa energji, që kjo është solare, që ka pas Bashkimi Evropian dhe që ka pas 100 megawatt, nuk e di po duket nështë këto, kjo është Bashkimit Evropian, që 100 megawatt kam pas si vjetë në 2026, që po thëtë kena me bo kurti, në 2026 ka pas me fillu 100 megawatt, tash është shty në 2028. Nuk bëhet as në 2028, ta se bojnë, e ti pse se bojnë, sepse me bo tani blenë ma pak rrymë, e kur blenë ma pak rrymë, hupin pare. Edhe ketë ka me pas, edhe qërë të ventilat, filterat, nuk i kam bo kur është bo remonti, mas pori remonti, që me ble rrymë kur të bot remonti, e tani kur t'i ngjesin filterat, prap me ble rrymë, se është biznes. Por nëse fiton aleonca, ose vjen shprehje për me bo këto, ne që këtë të garantoj që ka me konë 2028 një kryëm. Ska procedura byrokratike në interesa nacionale të vendit dhe gjithçka të mbetet në nivelin më të lartë të ekzekutivit të vendit, pra në nivel të kryeministit që ka me mbikëqyrë gjitha këto procese. Viktor. Okej, është fakt që janë shumë institucionet e involvuara në dhënien e lejeve, procedurave për energji të rinovueshme, pa diskutim që tashme veç ka shkuar një projekt siç është ai në Kramovik atje, i cili
nuk e di pse nuk po vazhdon, mirë po është çështja e investitorit, po me përvojën, domethënë me krijimin e përvojës, procedurat do të përshpejtohen shumë më tepër. E thash më herët, domethënë tashmë janë në implementim 70 MW, nuk është jo që nuk është e bllokuar, po janë në implementim me sipër 70 MW nga era në Zatriç atje në Rahovec. Domethënë ato janë tubomëra, janë në përfundim me sipër. Janë në përfundim me sipër. E dyta. Universiteti përfundon. Ai nikon me po. Si janë, aty janë vendosur këtëraket. Janë vendosur këtëraket, 70 MW. 100 MW janë në projekte është në përfundim me sipër, financat janë gjetë për 100 MW solar në hapësirat e Kekut. Pa diskutim, domethënë, kur të kryen procedurat, janë çështje procedurale, tashte kur të kryen procedurat, vendosen, mund të themi, sot ose nesër, mirë po ajo është në proces. Është në proces. Jo sot e nesër. Është në proces. 2027, 2028. Pa diskutim rreth 27-28, ato duhet nëshohen se është në proces. Rreth 29. Është në proces, edhe solaret e Kekut nuk morrin shumë kohë pasi janë procedura tashme në përfundim e sipër. Edhe 1 miliard këtë bëjë. Veç Leni ta përfundon, mas ne Në procedura në përfundim e sipër. Sa megawatt ju i premtoni deri në fund mandatit? 305 nga era, 250 solare. Okej. 305 nga era. Po. 305 nga era, total është fjala. Totali dhe 250 solare. Treja, apo me këto që po i llogarit si vjeç? Komplet, domethënë edhe me këto si vjeçit komplet. Edhe sholën e Bajgurës është 305, po. Edhe shola e Bajgurës. 305 nga era dhe 250 solare, cilat do të furnizojnë 20% të energjisë elektrike, të konsumit të energjisë elektrike. Do të lypi numra se do t'i mosin premtimet, replik Janina, pastaj Avniu. Urna. Pastaj numra asnjë. Veç një fjali, a bën Janina? Ata do të më thonë numra. Po, ja. Ata që tentova, i mora 30% të LDK-s, PDK-ja tha si kom. Se kanë habitin çka duhen më bëj, jo. Jo, i thanë numra. LDK-ja i tha. Qysh i kom pas edhe. Vetëm pak, urna Avni. Është fjali po ta më thonë Janina, më fal. Kësaj që po thuti thënë si vjet gati e kem pasë si vjet pak më rrallë. Po në pak 0 atëherë, 0 tash. Sot mundi me ble, me bo lek, të ble rrym, s'keni me bo asnjë. Keni me bo, vetë ta përfundoj, keni me bo sikur autostradën e Gjilanit. Sa herë të vinë zgjedhjet e bëni autostradën, pa autostrada s'është kërkon. Bindet e mia po i shpres, respekt për ato çka po thoni jo. Ata e ka bën lugë me kontrata, qeveria më pashme edhe tash është normal se 6 vjet që kanë sjell shumë shtjellime. 6 vjet hala ballistat e kanë pojet. Çfarë më vota, e ka bën lugë edhe aty normal se me kontrata pastaj morrin kohë. Okej, koha e Janis. Veç pak. Domethënë 70 MW nshohen si vjet. Kur? Si vjet. Ma zgjedheva? Mos është proces më nuk mujnë ata me një herë, vap me qit prej heri ato turbinat 6 MW që ashtu ata sa janë edhe me. Nuk keni me kryer as reparimin deri nëntor. Po, riparimi kryhet se është proces. Koha e jote Janin 30 sekonda. Zero kapacitete energjetike pej si kanal këta dritë e mirë nuk na ka dalë prej burimeve të ripërtreshme pej vetë vendosjes. Jënë kom burime të ripërtreshme është një kolon BRE shkru në faturën e Kecit, kur erdhën këta kanë pas një farë vendimi, tha një se na i bojna vetë investimet prej ankondeve, edhe burimet të ripërtreshme pej bizneseve tjera i ndalën, se tha na e na matë zot. Kur ja ka nisë me bo ankondet, i kanë këput byrokraci, edhe ka pas edhe investitor që janë të rjekë. Asni megawatt për momentin nuk e kena në rjet edhe në prodhim tash që po flasim. Viktor. Po, dhe më thonë, veç riparimi i turbines e besi ka shtu një 20 MW. Dhe më thonë, veç qaja, pa hin kur kun tjetër. Kapacitetet reja energjetike që ato e ke pas. Këto janë proces, tash të më folë ashtu, dhe më thonë, është fakt që ka njësë qeverit e kalu me parku në Selac atje, mirë po është në shu tash, në gojnë e qeverisës vendosës është në shu. Na nuk përthojna, ato janë kapacitetet reja që janë në shu. Apo? Për momentin që jena të folë. Është proces kjo. Kjo është proces. 250 i ka beja, këta e kanë bod me 37 MW për rrisëm kapacitet. Kjo është proces. Po shumë sa dalin 37 MW. 100 i bën një centrale. Sigurisht se nëse shtuem ka 37 MW në 5 njësi, ato janë 200 MW. Jo, 1 miliard që ne bojnë për hajrapet për qashtu. Jo, koha e Lërikut, 30 sekonda për DK-ja. Nëse megawatt ishin shtu me fjalë me premtime, Kosova e kishtu kapacitetet. Po pajtona, se për premtime, për fjallin një të partë. Kosova nuk ka shtu asë një kapacitet të ri. E kemi pasë për media tona, ku investitorët e huj janë largu prej Kosovë dhe kanë shku e kanë vendosur investime në Maqedoninë e Veriut. Këta i kanë bloku investitorët. Këta nuk kanë shtu kapacitetet të reja prodhuese. Këta kanë hidhur në revitalizimin e bllokut O3. I cili është në procedurë, mirë po kanë hi pas studim të fizibilitetit. Ai ka zëna një kapacitetet të reja për 20 vjet. Kjo është një sikur me shtini, kjo është një sikur mjeku me shtini pacient në operacion,
pa i kontrollu dhe pa i kërku analizat. Këta nuk ja kanë idenë edhe haberin heq kësaj pune. Këta kanë veç një qëllim. Me varfnu qytetarin e Republikës Kosovës, me arrit faturat energjisë elektrike, nuk e kanë heq këtë problem. Veç se në gjohë po ta thëmë. Falë, koha jote ka kalu, veç pak, moj Lërik, moj qatë argument, po e ki kohën e replikës? Do më thonë, nëse nuk kanë shtu kapacitete, as s'kanë bo kur gjo për ato për shtim kapacitete për 20 vjetë, ato janë PDK-ja, LDK-ja. Do më thonë, vetë vendosja tash i ka gjithë të rrugat me aty, i ka pastru, dhe tash normal që e ka trasu rrugën për investime të reja, cilat veç po shiheni, keni atje në Zatri që i keni turbinat ndërmat mojat në Balkan që i keni. Edhe ato janë vendosë dhe shumë shpejt do të fillojnë me prodhu rrymë. Në performancën e prodhimit që e kemi. Në vitin 2019 ka pas probleme me shpërndësimin e pruna në Biliq. Kanë nxjerrja që myrit kanë 8.1 milion ton. Në vitin 2023 kanë nxjerrë 6.9, në vitin 2024 i kanë nxjerrë 8.1 edhe në vitin 2025 6.9. Pse ka dështu prodhimin kek? Që të pyetje përgjithmo. Kosova ka kapacitet prodhim. Pse ka dështu? Ka dështu për me importu energji elektrike, me varfnu qytetarin, me pasuru gjepat e pushtetarëve. Vitin 2025, disa muj jashtë ka qenë njësia B2 për më ndru turbina. Ato janë bloqe cilat ju ka skadu koha, jetë gjatësia, ju ka skadu dhe normal që ato duhet më shku në riparime dhe në riparime generale pak të në çdo 5 vjetë. Koha e avnio. Vetëm të filterat. Ta u dashtë më botë 2020-2021. Javën e kalum kryeministri shkojnë Zvicër, ju tha Zvicran me mëshnit e juve janë matë mira, ose të qashtën gjashëm, e kur venin Kosovë ju pengojnë i ngrimcat e për ata që janë Kosovë 1.5 milion s'ka lidhje. E keqja me madhe është që kjo u dashtë më krynë 2020-2021. Së është kry, tash është dashtë qeveria Kosovës, sepse çmimet janë rrit me i shtun 20 milion euro. Do të thonë çështu s'javnin për pare, këtyne me dhon paret, tash kushton 90 milion euro. Dhe është pëbohët në një kohë kur është kryer remonti në një blok, dhe tash kena me importu rrymë, kena me bletë, do me thonë keq ato pare, 250 milion, na kena me importu rrymë dhe ato pare na hupi. Ma mirë me ble rrymën kur e kini 160 euro megavatin pik, si sa me ble 700 euro megavatin që e konë 2021-2022. Te kështë pas Kosovën C, 80 euro, 80 euro ke pas. Ta janë shumë kontrovers. Njën e nënë thujnë nuk ndërdojnë kapacitetet të reja për shkak se do një rritin. Kontrolta afa gjote për energjinë elektrike që mos më blime shpërndollë energjia. Ato bloqe, ato e filtera, fatkesish nuk kanë mujtë të ndryshohen sepse kosto kështë qenë marramense. Edhe pikërisht se nuk i ka fondi të resumë me importu, normal që ata nuk kanë mujtë më shku atë kohë. Filterat, unë pa thamë pse që në vendosë kër është bërë remonti i blokut të Kosovës, kër hjepi për rëdhimet. Ashtu kështu ke pas me ble rrymë, po me i kryet 2 punte. E para, dyta, qysh bre, jem kontradiktor të përna thu neve që 80 euro që te këshom që marë rrymën, ka konë shtrajt, tash po thu që blejme edhe 700 euro. Qysh të shtrajt, grasi me 30 euro, shtrajt 80 euro. Po kush po thot që 30 euro? Ku 30 euro, ma ku 30 euro? 30 euro ta ka dhënë Kleku, ato vetë Kosova energjin që ka pas me zëvendësu termocentrali Kosova e reti sot e merë 30 euro. Sot e merë. Kush e merë? Kecja? Ja, Kosova. A prishni me kontratën me Kecën, se të ishë që përdim në qeveri e prishë. Premtu që keni me nacionalizu Kecën, cëllë është menimi që është zëdhanë si Kecët? Pa i tashtë unë menimi se i zëdhanë si Kecët, nuk kam menim këtë drejtim se Keci nuk është privatizu prej vetëvendosjes. Keci është privatizu prej LDK-s edhe prej PDK-s. Mësa kuptoj ka qenë muza kusori që ka pas një Prej juve është privatizu. E dyta, na nuk mujna mi përzon që ka shtet gjigantet nga gjigantet rajonal të energjisë elektrike, e adhe shfarë mesazhi shojmë na në gosë pastaj. Gjithmonë për juve është gjigant. është stanari. Po du me dollë të një tim gazifikimin. është Keci, janë gjithë hujt. Kur nuk u bo njëherë Kosova për juve gjigant. Se ju keni onë Kosovë me zvoglu, me kalzu vetën që ju jeni të ma. Ju e keni një farfetishizimi me regjimet huja. O tërq, o entitete sërbe, o grek, o Republika Srpska. Ju e keni privatizu energji Kecin. Do më thonë, se ka privatizu Levizja vetëvendosje. Levizja vetëvendosje ka thonë, lume shqyqyr që u bo Keci mës me di qka i në të bunë energji. Kryeministër qeverin e kanë pas koalicioni PDK, LDK.
Tash ju mundi më akuzuar, më thonë çka dëni, po atëherë atë veprim Ta e keni ndëgjojmë bërë ju. njëri tjetrin se po folni për njëri tjetrin. Janin 30 sekonda, pastaj Viktor edhe Sa dalim për privatizimin e kecit, ka qenë se s'pehy këshyrim për të kalu më se ti na të folë për tash, po unë shumë mirë mujnë të kalzu ty. 300 milion euro është dash më bojë investime për 15 vjetë. Asnjëherë një juve nuk I keni thonë kecit veç pak. Për t'ja auditoj që ato investime ta këshyri, sa herë ka ly pare kecin zërrej, me I merë fejzohonja keni bo po. Se ti e gjigant, që të kaq pare, kaq milion, kaq milion, je gjigant, ti e I mirë, po najna në kanë qëllu do budalë qëtu po pagujnë, ju qështu keni operu, sa për kapacitetet tjera, kapaciteti fundit, veç pak ta kryq tash, me 1 megawatt e kinë 2024-ën. Faleminderit, Janin, 30 sekonda dhe tu pastaj. Çatu rrjedhja e çatyre. Po 1 megawatt, 3 megawatt. Rrjedhja e çatyre investimeve, a ka pas më filluar në 2013-ën, po. A keni pas në 2015-ën ju qeverin? A keni udhëheq qeverin? DDK-ja ka udhëheq, dhe në 2016. Po, a disa o bon kohën e DDK-s 2016, a disa o kohën po. A keni lyp raport për investime? A keni lyp ndonjëherë? Raport për investime që ka ndodhur te ka ndodhur. Po, a disa o zbog në humbja, ti shtash, a disa I të morë për humbje. Ma I ketë se këta që jënë konë. Jo, keni fitu zgjedhjet, jo I keni fitu zgjedhjet, se këta tjerë t'jënë konë të këqi, e jo me përmirësua. Ti po mënosh me na binë. Kjo po akuzon ne për një proces që është desh me kry këta, jo na. Okej, 30 tashmë. Kur o konë vakti LDK-s, 10 fish ma pak e posin part. Ti din shumë mirë që është qeverisja, po nejse e konë kec. Që unë e të kalzaj. Veç ta kry. Kur të rritet ekonomia në veni, rritet edhe konsumi. Diçka bëhet. Po, a disa I keni rritë familjet e sënumshme. Në vitin 2019 ekonomia në Kosovë, GDP-ja e përgjithshme e Kosovës do konë 7 miliard euro. A janë nise me fore të Albin Kurtit me GDP-ja? 6% zhvillim ekonomik. 1 miliard. Veç pak se qëtu I kam shkru me dhe rana të Albin Kurtit vjen 30 sekundë që tjetë. GDP-n më të madhe, kur rriten aktivitetet ekonomike, rritet forca ekonomike e familje, normal që rritet edhe konsumi dhe rrjedhimisht rritën edhe fitimet e energji e tregtisë partisë në fushatën elektorale është rikthy një diskutim për gazifikimin e qymyrit, pra me prodhu gaz me qymyrin që e kemi. Kjo ide ka fillu më diskutu qysh vitin 2016-17, kur kompania e generalit Wesley Clark kishte kërku licenca për hulumtimin e gjithë qymyrit Kosovës, që anglisht u quhet fracking. Ta shohim se çka planifikojnë çdo parti këtu lidhur me këtë temë, ka pas shumë pakënaqësi me mënyrën e menaxhimit të kekut, duke përfshi punësimet dhe akuzat të ndryshme, po mesëm te tema e gazifikimit, çka ka me bo secila parti, avni po filloj për teje këtu, ka 1 minutë. Dhe ky natyrisht është një projekt që dhe në Shqipëria ka përfitu 6 miliard euro. Dhe ne çdo projekt amerikan ne synojmë të hymë në ombrellën amerikane të furnizimit me energji. Aleanca e ka në projekt edhe këtë ndërtimin e një termocentralit të tillë me gaz. Mirë po, si që përmenda më herët, fokusi kryesor në fillim ne orientimi jonë fillestar është që të shkojmë me termocentralin me thëngjell. Megjithatë do të zhvillohen të gjitha kapacitetet dhe Kosova do të jetë edhe një alternativë tjetër e termocentralit me gaz. Faleminderit. Viktor? Të 3 partitë që janë këtu kanë në plan programin e tyre, pasi kam lexuar, kanë ndërtimin e termocentralit me gaz LNG. Do me thonë që vije nga Alaska, do të me nëzirë njëherë, do me thonë gjendje të gast, pastaj me ngurëcu në temperaturë minus 160 gradë, me qitë në tanker, me pru prej Alaska, me pru në Adranapolis në Greqi, edhe prej aty me fut në tubacionet të gasit, e me pru këtu. Është proces jashtëzakonisht I shtrejt, plus do të me thonë do të mund ndërtu tubacionet të gasit deri në Macedoni, e Macedonia ka rjet intern me Greqi, që I ka dhe ashtu të bingarkum. Dhe këtë kjo krijon një kost e cila po të shndrohej pastaj për megawatt, do të thonë në kupton minimumi 180 euro për megawatt. Pra, është kosto e cila qysh tash është më e madhe se sa mesatarja e importit. Do të thonë, po dojna me prodhu energji elektrike të shtrajt. Lëviza vetë vendosje do ta bëj gasifikimin e qymyrit dhe prej aty do ta ndërtojë një termocentral I cili do të prodhojë me gaz. Deri në fund mandatit? Deri në fund mandatit, pa diskutim. Normal që kjo është, do të thonë që merr kohë Lërik, plani ju për gazifikim. Partia Demokratike ka në plan gjithashtu ndërtimin e termocentralit me gaz, por gjithashtu synojmë që nëpërmjet rrugëve rajonale që kemi të furnizojmë Kosovën me gaz, në këtë mënyrë të krijojmë një kapacitet të ri për prodhimin e energjisë elektrike. Gjithashtu duhet theksuar se edhe këtu lëvizja vetë vendosje pati refuzuar projektin amerikan të gazit
të fundeve të MCC-s, i cili ka qenë projekt jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm për Kosovën, edhe këtu kemi mbet mbrapa, edhe këtu kemi humbur si Kosovë, por Partia Demokratike do të angazhohet në vazhdimsi që me partnerët tonë ndërkombëtar dhe aleatët tonë të lidhet në rrjetin rajonal të gazit. Faleminderit Janin. Sa me përfundu, kapaciteti i fundit konkret për energji ripërtërshme bon vitin 2021, veç tash ta vërtetojmë edhe njëherë, se i kanë zërëja këta vetë i qesin raportet vetë si lexojnë se harrojnë çka kanë e kanë çu cilin bord. E dyta, as të ngjillë njën të nxirr. Do me thonë, jo që me gazifiku, po vazhdimisht raportet e thëngjillit janë nën planifikim, për shkak edhe djerrinës edhe nxjerrjes së çmyrit, që hinë krejt në mije, shpërndësimi, mjetët nuk i kanë, akne i depozitojnë miliona euro keko. Qatë që janë të më shefës për thëngjillë, që s'po mujnë me pranun, që s'dojnë me nxjerrë thëngjillin se dojnë import, sa që si nënkryetare Komisionit për ekonomi, për energji, që hynë edhe energjia, nuk kanë kthy përgjigje. Ta s'dojnë as deputetit mi kthy përgjigje se i mojnë këto komunikatat drang, veç për import të energjisë elektrike. Për gaz, gjithsesi gazifikim të linjitit, do të më bo një studim fizibiliteti e para punës, që adim se, normal jeta do të më konë transparent, në rast se ma vonë, thot dikush, nuk e keni bo ose se keni bo, do të me pas një raport që me kalzus cila ka qenë profitabile, a ka qenë gazi i lëngshëm, a ka qenë gazifikimi i linjitit. Për ndryshe ne favorizojmë se mendojmë që nuk i plotson thëngjilli kushtet për me gazifiku, me shku me gaz lëngshëm, mirë po do të bëhet studimi për çdo rast. Okej, replik po kërkon? Jo replik, përkundër se vetëm dashta me shtu. Me shtu? Jo, po esenca është krejt veç me blerë rrymë. Do të thonë nuk do të ketë këtu. Nga kjo qeveri, nëse kjo qeveri fiton në 4 vite të ardhshme, nuk do të ketë kapacitete të reja. Veç rrymë, me ble, me smik bursës dhe me krejt ata. Do të thonë është një çështje, është me vetë faktin që sa njerëz janë përreth kryeministrit që merren me shit blerje të energjisë, do të ketë vetëm blerje, do me thonë, importi do të rritet edhe ma shumë. Që një vjet e gjys janë të e negociu një tender, një vjet e gjys një tender. Si vjet kemi pas 70 euro, 70 megawatt. Si vjet kemi pas 70 megawatt në Zatriç, vitin e ardhshëm kemi pas 100 megawatt në Kek atje, ndërsa sa i përket refuzimit që e tha zotri Jan Fjall, KPTK-ja refuzimit të gazit amerikan, vetëm se nuk e ka refuzuar gazin amerikan, por ka pas me zgjedh për 3 projekte dhe ka zgjedh për bateri. Dhe me thonë projektin për bateri, i cili do të ketë depozitim dikun të 375 megawattve nëse s'ka bëj në tanësi, edhe do të jetë shumë... Asot s'ju jopin përgjigje, asot s'jon të ju dhënë përgjigje. E keni refuzu dhe nuk e keni përgjigju as projektin? Më refuzim, Amerikanë kanë thonë, përmes MCC-s kanë thonë, prej 3 projekteve kanë për Unë e kam informata mbrëmshme ministrisë të ju dhënë përgjigje. Qysh ministrisë? Po ministrisë, informatat mbrëmshme të ministrisë që sini të ju dhënë përgjigje as për gaz, se ju nuk mundi mi thonë, nuk të duam se e duam Vukamovicin. Ju veç e shtyni, kishe nuk po përgjigjeni, kishe s'pomoni. Amerikanë kanë thonë prej 3 projekteve që na mujna mja financu, cilin 5 zgjedhni. Edhe është zgjedh ai i cili i kushton Kosovës ma pak. Baterit pak i kushton. Veç pak. Ndërtimi i tubacionit të gazit, a di çfarë kosto ka? Deri në Maqedoni. Edhe nuk e kitë sigurt. Mbi 1.1 miliard kishë mëni kosto dhe marrë dhejtë e termocentralive. 1 miliard të ka bëtu të kështu. Ja, në kalume kem departamentin e shtetit që ka dorë në vlerësim, nga e cili ka kërku nga Kosova që të zgjeroj kapacitetet e shfrytëzimit të thëngjillit. Qysh e ka refuzu projektin Amerikan? Po qysh jo e ka refuzu projektin Amerikan? Edhe këtë. Çka tha edhe Loriku? Kapacitetet e thëngjillit, po lidhe me gaz tash. Po edhe me gaz, edhe pse është vlerësim zyrtar tek diplomatë amerikanë që kanë thonë edhe publikisht që është për keqardhje refuzimi i gazit amerikan nga është vlerësim zyrtar. Nuk mund na me ndresh këtë citat. Ka refuzim. Loriku e përmendi. Prej 3 ofertave ne kemi zgjedhur njënën që na ka konvenuar më shumë. Edhe ajo është 3 vjet. Megjithatë asaj është bërë. 10 sekonda e Lorikut. Lutëm ta ndëgjojmë njëri tjetrin. Lorik. Qyre, ka një problem. Gjithçka në Kosovë ka shku në favor të importimit të energjisë elektrike. Që ditërisht mas na përfundojnë deputet televizit vetë vendosje, ortak me kompani që bojnë tregtimin e energjisë elektrike. Jo importoni veç energji për me varfënu xhepin e qytetarit dhe me pasfru xhepin e pushtetarit. Kjo është ajo. Në kemi dëgjuar po e paguën çmimin e energjisë mas trajti. So po e paguajmë sot, so kemi paguar atëherë. Qa keni bo që qytetarit me lesu borën? Keni su vetë se nuk gabim. Edhe për bateri që po e flet për home energy management.
Ka qenë projekt jashtëzakonisht shumë i mirë, mundet më bëllë dhe sot. Keni subvencionu gabim. Janina, 30 sekondat e tuja. Po përmenën në kompanitë ndryshme, nuk ka pas parti ose njeri që ka bo ma shumë në këtë farë pune për energji elektrike dhe për malverzimet që përbojnë energji elektrike. Na nuk jena të kapt as për mafisë energetike, as për Albin Kurtit. Se ju falë, ju e një altoparlamentat Albin Kurtit. Ju e një ka bashkëpunëni me ta? Jo. Jem konë Komision të Ekonomisë. Konflikt interesi ka bo kolega, apo mleta krytash këtu marrëveshje. Jemi përfundu edhe replika fundit, të tjesë jemi fund emision. Nuk ka shans, as një mundësi me ndiku, as një kompani, as një njeri në luftën kundër mafisë energetike. Na jena dallim te mose për juve. As një kushzim, gjema ti mu një mesazh që ETMT-ja ka ndiku edhe në Komision të Ekonomisë, edhe në luftën tënë, unë e ty të kallëzaj, a jo i keni pru njerëz të ETMT-s në Komision të Ekonomisë edhe shlirjeni për këtë punë. Faleminderit, 30 sekondat e Viktorit. Do thotë, po, në këtë mandat televizës vetë vendosje me Albin Kurtin kryeministër, Kosova nga importues do të kthehet në eksportues të energjisë, neto eksportues të energjisë elektrike. Projektet janë në proces, kjo është e sigurt, domethënë janë të ecë në shumë drejtime, edhe me erë, edhe me solar, edhe me riparim të kapaciteteve të ekzistente, domethënë që janë, kështu që këto mjaftojnë që ne të jemi jashtë planifikimit kapacitetet energjetike përpara kanë ra 3 herë, 4 herë për prodhimit, vitin e kaluar 34 herë. Domethënë me çto u kthyer të me eksportu. Megjithatë, për konkluzion, kisha me thonë, Kosova është e kapur nga mafia energjetike. Personalisht, unë i kem pa edhe në WhatsApp komunikimin që ndodh nga nivelet më të larta që për mua përbën pastër vepër penale. Unë e kam humbë besimin që prokuroria jonë ka më marrë me këtë temë, por unë besoj se kjo mafia energjetike do të jetë subjekt i policisë dhe i hetimeve ndërkombëtare, sepse kjo çka po ndodh, 1 miliard euro qytetarëve të Kosovës është Nis pak një replikë e vogël myrë. Asnjëherë rënjet e dhunshme të bloqeve nuk janë konë më pak si 20 herë në vit. Gjithmonë janë konë 20 herë plus raportet të cilat unë i kam qyrë çdo ditë zotit. Ky ishte debati për energjinë. Shihemi nesër mbrëmat, njëjtën kohë në ora 7 me debatin për temë të radhës këtu në RTV duke gjende kallxhi.com. Deri nesër mbrëma, natën e mirë.